Përshëndetje Ana, mirë se ke ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Më thuar diçka për karrierën tënde. Nëse flitet për karrierën profesionale, kam disa vite që e kam të lidhur me gjuhën, me Shqipen. Kam qenë për shumë vite redaktore letrare në Parlamentin e Shqipërisë, por edhe pas viteve të mia si redaktore letrare, në Parlament kam qenë po ashtu redaktore shumë shtëpive votuese në pjesën e letërsisë artistike. Sepse ne dim përmes shkrimit, unë jam edhe shkrimtare si krijuese dhe përmes përkthimit natyrisht nuk mund të mbulohen nevojat ekzistenciale të një profesionisti. Natyrisht vitet e fundit kur mendoj që karriera ime tashmë është në kulmin e saj, ja kam kushtuar përkthimit të letërsisë gjermane në Shqip. Jam përkthyese e 30 veprave shumë të rëndësishme të asaj letërsie, pra letërsia gjermane që shkruhet natyrisht në Austri, në Gjermani, në Zvicër, në Liechtenstein, kudo ku shkruhet gjuha gjermane, duke sjell 3 nobelistë, njëkohësisht edhe autorët më të rëndësishëm bashkohor. Jo thjesht vetëm përmes përkthimit të veprave të tyre, por e kam bërë si slogan, e kam bërë si credo të punës dhe karrierës time që shumicën e autorëve bashkohor gjerman edhe t'i sjell në Shqipëri që publiku shqiptar t'i njohë realisht ata. Në kohën që isha studente nuk kishim asnjë mundësi të jo vetëm të lexonim të letërsi që unë përkthej, përveç klasikëve. Unë kam studiuar në 86-90, kam mbaruar gjuhëletërsi kur ishte natyrisht indoktrinuar periudha, le të themi, e studimeve tona dhe studionim realizëm socialist, autorët rus, po edhe klasikët, le të themi, Heine, Goethe, ndërsa në vitet e fundit, pra në këto vite, unë mendoj që shumë e rëndësishme që lexuesi ta njohë autorin, pra atë çka nuk mundesha vetë dot, sot si përkthyese të kem mundësi t'ja ofroj lexuesit. Kështu që shpesh në librat që përkthej jam shumë e interesuar që të sjell edhe autorët dhe lexuesi shqiptar t'i njohë personalisht ata, pra t'i ketë në mbrëmje të ndryshme leximi. Cilët janë këto 3 nobelistët? Hermann Hesse, që është një nga përveç se nobelist, është një nga shkrimtarët e gjuhës gjermane më të lexuar sot në botë dhe që rrok pothuajse të gjithë brezat. Hesse është nga ata autorë që lexohet shumë edhe nga rinia. Letërsia ose të themi shqipja kishte një mungesë shumë të madhe të njohjes me letërsinë e Hermann Hesses për hir të tematikës që Hesse lëvronte në letërsinë e tij.